Miq të Bardhazis, kemi mbritur në Vënçe, do të flasim për rastin unik, të pabesueshëm, të padëgjueshëm, edhe të dëgjueshëm. Por që për fatin ton të mirë, atë natë edhe ndonjëri që mund ta kishte planifikuar ta merrte Zotin me vete, nuk ndodhi sepse do të kishte ngelur në derë. Po. Mjekëve të rojës apo jo. Po, flasim për situatën e pazakontë të hikjes së dritave. Po edhe të ikjes së dritave në përgjithësi. Po. Se kanë ikur dritat një. Që ndodhi të hënën e kaluar. Shpuna ka drita, s'ka dritë. Domethënë, këto të hënë. Po, ka rëndësi. Rëndësi ka që shëndeti është me probleme. Dhe këtë do diskutojmë me një super panel njerëzit të jashtëzakonshëm. Mimoza Kalajamonçka, mike dashur e emisionit Bardhazi. Piro Prifti, një profesor i jashtëzakonshëm dhe mik i dashur i studios Bardhazi. Rikthehet Besnik Jakaj pas një mungese të justifikuar dhe bën një ardhje të pa justifikuar. Pra, me ata, me ne po, dhe rikthehet Diana Toma, një mike dashur e emisionit ton. Me këta do diskutojmë si e perceptojnë shëndetësinë, si e perceptojnë këto dritësimet për indritësimet. Ku diun, ka plot pyetje që mund t'i bëjmë, po? Si mund të ndodhi një gjë e tillë? Domethënë, ndodh, por... Shiko si e kishe shkruar një që ta them, një këse du ta them. Po apita shumë me gazetarin që pyeste shefin e pavionit. E lëma, vetëm një sekond. Doktori ishte duke operuar pandesitin dhe i thatë pacientit, mbaje qik dritën e celularit ta se ikën dritat. Dhe me thënë, umor, ky pos i përshtatet situatës. Dhe ndodh që bateritë e pajisjeve mbajnë deri në 20 minuta. Apo jo, Diana Dashurse? Apo jo, Besnik, sepse ti e një dhe logjikën se si... Të flasim për këte? Po. Okej. Po si mund të ndodhi një gjë e tillë? Ky është një element. Nuk u ndez gjeneratori se s'kishte benzinë, naftë, karburant, domethënë. Kjo është një sinjal për të treguar gjithë dramën që ndodh në menaxhimin e sistemit shëndetësor. Kjo është për të rrëzuar propagandën, paaftësi. Jo, kjo është për të kuptuar që s'ka shëndetësi falas, domethënë. Jo falas, nuk ka shëndetësi fare fatkeqësisht. Se falas është demagogji dhe pas do se kështu thoni ju demokratët, edhe ju e ndritën në tuaj. Okej, unë nuk jam demokrat, nuk jam ballist, nuk jam socialist, unë jam një qytetar që dua vendin tim me shumë dashuri. Ky është defekt. Që dua vendin tim me shumë dashuri. Më mirë të ishe socialist se sa jetë betar. Për fat të Perëndis kam 2 fëmijë, të shëndetshëm, kam ndikuar të ta që nuk kanë dëshirë të emigrojnë asnjëri. Dhe kjo është maksimumi im që kam realizuar si prind, dhe dua t'i rris në këtë vend. Ju të 2 vjet kam miq të vjetër. Kam qenë dhe pjesë e pushtetit dhe jam larguar nga pushteti. Po si mund të jo një herë, 2 herë. Si mund të ndodhi një ngjarje e tillë, se nuk kemi për ligjëratën personale. Kthehemi prap. Nuk jam për t'i kthyr përgjigje batutës, pra jam as socialist, as demokrat, as ballist, as. Problemi është që dua të rris fëmijët në vendin tim. Dua ta shoh vendin tim duke u zhvilluar dhe më tepër shëndetësia më dhënë më shumë se asnjë gjë tjetër, se është investimi, siç jemi ne mjekët, profesor Pirro, Diana e shumë të tjerë, që është investim. Do mbrish në konkluzionin e pyetjes tani apo t'ja kaloj Dianës? Ka rënë sistemi i shëndetësisë. Për shkak të korrupsionit dhe të paaftësisë. Se korrupsioni nuk e ndezi gjeneratorin. Po sigurisht. Janë bërë tendrat, janë paguar lekt, i nxorren portalet. Po për shteti ka paguar. Po si mundet? Çfarë nuk e ndezi gjeneratorin? Me fal. Korrupsioni? Absolutisht, dhe paaftësia. Janë 2 elementë bashkë, me fal. E di çfarë do të thotë se kjo duket. Paaftësia e kujt? Okej, jemi në Bardhazi. Në rastin konkret bëhet fjalë, ne qeshim se s'çajm dot. Është humor dramatikisht i zi. Paaftësia e kujt? A e kupton çfarë do të thotë në animacionin qendror, që janë të paktën 150 dhe 200 shtretër, janë gjithë aparaturat dhe jeta e qytetarëve. Varet ka ato aparatura. Varet ka ato aparatura. Dhe të bien dhe nuk e drita 1 orë, 2 orë, 3 orë, të del ministri, del zëvendësministri, del drejtori, del shefi pavionit, po themi jo shefi pavionit. Çfarë duhet kishte bërë ministria? Duhet kishte marrë masat përpara. Nuk kanë ose duhet kishte dhënë drejt. Zoni nderuar, nuk ka ndodhur as në 60-ën, as në 70-ën, profesor Pirro ka eksperiencë më të madhe se unë. Nuk ka ndodhur në asnjë rast. Edhe në 97-ën nuk ka ndodhur. As në 97-ën, as në 90-ën kur ka qenë ky lloj kolapsi. Domethënë nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe ty të bie dhe pastaj kur shef justifikimin është Miran pastaj. Se thotë nuk humbi jetën asnjëri për fat mirë, në moment dritat po vinin kur ishte njëri i smur keq, domethënë propagandë mediokre. Diana? Unë them lajmi radhës, s'më bën përshtypje më. Domethënë njeriu arri ka në një pikë kur mblidhen shumë gjëra që ti pret vetëm lajmin e radhës.
ne s'kemi harruar akoma atë çfarë u demaskua, qoftë për funksionimin, qoftë për furnizimin e onkologjikut. Na plasi kjo tjetra. Tek neurologjia, pastaj kthehemi tek furnizimi me barna, pastaj kthehemi prap tek problemi i dëmtimeve që psoj spitali i ri. Pra, ne çdo fushë e jetës na prodhon lajme pa mbarim, fatmirësisht gazetarëve u gjen objekt për lajm, gazetarët gjejnë profesionistët për të diskutuar, po këto diskutimet nuk japin rezultate. Dikur do jepnin rezultat kur profesionistët do ishin një grup që do kishin interes për ata që kanë çelësat e shtetit në dorë. Se ne themi foli shefi i urgjencës. Ç'a do bëj shefi i urgjencës? Shefi i urgjencës ju garantoj i ka bërë të gjitha që ka pas në dorë. Ç'a do bëj personeli mjekësor? Ju garantoj që i kanë bërë të tëra. Dhe ne themi, ne shajmë mjekësin. Jo, më nuk është faj mjekësis. Ja thash dhe pak më parë Erionit. Ne mjekësis si shkencë duhet jemi shumë falenderues se na mundson jetën. Na bën të shohim dritë dhe në ato raste kur në mënyrë natyrale ti nuk shet dritë. Kush na shkatron këtë mrekullit mjekësis? Administrimi i saj. Administrimi i saj, i cili nuk bëhet nga profesionist, nga dëshira e tyre për ta drejtuar sakt profesionin e tyre, apo atë bashkësim komunitetin shëndetësor ku ata bëjnë pjesë, por nga ai që merr flamurin e shtetit. Kështu që ne nga do që të sillemi për këtë ingranazhin që vë në lëvizje të tërë këto mekanizmat e tjera, të tëra shigjetat na çojnë në të njëjtën edhe derë. mjekët janë korruptuar nga ingranazhi i shtetit. Jo, mos e merr, stash mjekët tani do qëndrojmë sakt, lutem, mjeku e ka bërë instalimin? Jo, nuk e ka bërë. Mjeku e ka bërë tenderin? Jo. Mjeku ka dhënë të garantoj, mjeku a është pyetur ose a është dëgjuar mjeku çfarë kushtesh duhet të plotësoj salla, çfarë duhet plotësoj reanimatori, unë u garantoj ose u sjell me fakt konkret. Lutem. Po të kundërshtojmë për ta bërë me debate dhe me njerë. Lutem të taksoj. Pse mjekët nuk ngrihen për këto gjëra, po për shkakun ngrihen për rrogat e tyre të na rriten rrogat. Po për këto kushtet e punës janë më të rëndësishme. Erion, të të jap një rast konkret. Kush do ngrihet pacientët do ngrihen? Erion, të jap rast konkret. Po. Kur u sol gjoja për të inspektuar pseudo inspektim të spitali ditori onkologjikut, kur që bërë ajo kozmetika e famshme, personeli vetëm që shprehu mendim ju kërkuat nesër me ndorheqja. Po, ja, këto të thuen këto, pse s'thuen këto? Okej. Pse këtu është problemi të thuhen. Po të thuen pra? Të thuen. Së është problemi të këtë thëna. E dëgjuara është problem. Në 40 vite pune që punoj në spital, për mua kjo quhet një ngjarje më e rëndë që mund të ekzistojë. Në me thënë të mos kesh drita dhe nuk po marrim pjesën e lidhjes aparaturave me energjinë elektrike, por dhe thjesht një infermier se çfarë paniku ka kaluar në ato qaste, kur është duke i matur një parametër jetësor, kur është duke manipuluar me atë njeri, me atë pacient, mendoni se çfarë ka kaluar. Dhe unë them që këto nuk janë detyrat e mjekëve dhe të stafit mjekësor për t'i rregulluar, për t'i korrigjuar, por për t'a ngritur zërin sigurisht që janë. A pra, këtë po i thosha edhe unë Dianës. Sepse në asnjë vend të botës që ne i quajmë standarde minimale, ato standarde qesharake këtu në Shqipëri, infermieris të prek me dorë nëse nuk i ka të gjitha kushtet aty, nuk i ka qoftë deri ke dorezat që tek ne punohet pa doreza. Nuk po flas vetëm për QSU-tën, po flas në përgjithësi në të gjithë Shqipërinë, ku unë takoj infermier pafund dhe të gjithë ankohen për kushtet mizerabël dhe ekstreme që punojnë këto infermier, pa i siguruar në radhë të parëmjetet më kryesore. Por ajo që unë do të thoja, dhe unë jam shumë e tronditur, madje djali im mua më tha, mami shiko çapo jep televizori, jam tronditur dhe kam ngelur pa fjalë dhe kam thënë sigurisht mirë pacientët, sepse dhe pacientët ne për ato punojmë dhe për ato ngrihen spitalet, për ato i ndërtojnë gjithë struktura, por që edhe personeli shëndetësor ka kaluar një panik të jashtëzakonshëm, që unë mund ta them edhe me pasoja të rënda në psiqikën e tyre. Sepse unë e kam provuar, ju thatë që nuk kanë hikur asnjëherë dritat, unë mbaj mend shpesh që dritat kanë hikur në QSU-T. Kanë hikur më herë kanë dash? Nuk po flas kohët e fundit. Nuk kanë hikur në këtë mallësi. Kanë hikur shpesh sa unë si krye infermiere gjithmonë gjën e parë që thoya infermierëve dhe i keni marrë në dorëzim qërinjt, që të paktën të kishim qërinjt në dispozicion. Keni shkrepsen,
Me thënë, mendo çfarë diskutojmë ne dhe ku jemi ne dhe për çfarë standardesh po flasim ne, kur bota ka arritur në nivele shumë më të larta se sa këtu, dhe unë nuk e di se si akreditohen këto qendra spitalore, këto ambulanca si akreditohen, si e marrin ata akreditimin kur mungon, do me thënë, gjëja më bazike, korrenti. Po mirë, justifikimi zyrtar pse sundes generatori, doli apo do dali? Ja, po e them unë në justifikimi se akoma s'ka hyrë ajo godina te koncesioni, se e kishin harruar. Po. Futun koncesionin këte dhe harruan atë pa dashje. Pa dashje e kanë bërë, nuk kanë dashje. Pse nuk ngrihen mjekët kur lidhet çdo gjë me kushtet e tyre të punës? Se unë me Erion Kriston për shembull kur nuk kemi kushtet mira pune, e ngrem zërin. E ngrem për veten tonë, po e ngrem edhe për shikuesit tanë, kupton? Kështu që ata e ngrem për punën e tyre. Nuk është detyra mjekut dhe infermierit për problemin nëse ata do të ishin siguruar. Ideja është kështu që ngjarja është e pazakontë, ashtu është. Vërtet shqyr pacienti. Është kaqëzisa po e bëjnë ta kolegët tani se një sekondë. Problemi qëndron ke ajo që tha dhe edhe Besniku, edhe këto nga shkaku që ka një problem madh tek sistemi publik spitalor. Në raport me spitalet private, spitalet publike kanë shumë para, po i harxojnë keq, i keq menaxhojnë. Jo nëpërmjet tenderave, nëpërmjet gjerave, ato normalisht duhet ishin të rregulluara, se ka bën vakidheja shtetit që ikin dritat, po është gjeneratori. Edhe nëse ikën dhe gjeneratori, janë ato llambat me bateri, që duhet të ketë çdo sallë operacioni. Pra, një sekond, a mund ta marrim pak shtuar këtë gjë? Besnik, ti ke qenë funksionar aty dhe ti di sa është fondi për shëndetësinë sot? Të kthejmë pak në një element që u diskutua, më falë profesor. Sa është fondi? Një element që u diskutua pa vajtë të fondi, është një element fondi. Ju shtruat një pyetje me të drejtë, ngacmuat panelistit të ftuar. Në përngacmime kemi Po, në ku jo është normal. Nuk është se ne si duam doktorët, përkundrazi duam. Sigurisht që mjekët nuk kanë faj. Mjekët përballen, pacientët shkojnë dhe përballen kur s'kanë barna me mjekun. Thotë ju keni faj. Po, do me thënë, nuk kanë faj mjekët që këtë ngarkesë e marrin ata përsipër kanë faj. Dhe me lësh të mbaroj se po e marrin ata. Dhe me lësh të mbaroj logjikën. Çfarë do mbarosh tani se? Shkojnë realisht për plasën. Kush është problemi? Marrim rastin që nuk e harroj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Rastin kur arrestohen gjithë funksionarët e ish Ministrisë Shëndetësisë, pra beqja me shok, beqja me grupin e hajdutëve, e thënë në mënyrë shumë modeste, shumë etike. Demokratani, po. Jo, shumë falë. Po, sa është njësoj si dalje në televizor, thotë që Besniku ke barnat vodhje. 150 milion euro vajzë dashur. Nuk është ajo tema. Një minut. Kur ka qenë Besniku të barna, Ornela, kur ka qenë Besniku të barna, që janë ullë çmimet, që janë 10 fishuar numri, ja ku është zonja, ka qenë biznesmene, me gjithë shoqin. Një minut, janë ullë çmimet 50%, janë shtuar numri barnave të regjistruar, kanë qenë 1400 e nuk janë 600 sot. Nuk ka pas asnjë mungesë origjinale, nuk ka pas asnjë mungesë zbari në Shqipëri, nuk ka si depo Besniku sot. Nuk ka si vil Besniku sot, nuk ka si shtëpi Besniku sot. Ja, një minut, prit, kthehemi. Ja, një minut. Jo, nuk mund të bëjnë paralelizim me njerëzit një lloj. Dëgjoj tash. Jo. Nuk ishte kjo. Ndjes pas zotëria e Dianës, ka qenë biznesmen. Ti bëre një gabim që ti nuk futet barnat nga India, ato duhet kishe futur. Se i futën nga mas. Ne kemi fut barnat që lejon ligji. Një minut, barnat indiane nuk janë të këqija që ti me qofse një minut. Jo, të rimborsimit e ke fjallën. Një minut, me falë. India është një nga produsit më të mëdhej farmaceutik. Mos humim logjikën të lutem. Ktheva përgjigje për Besnikun kur ka qenë drejtor barnash. A kemi faj ne mjekët? Dramatikisht po. Po, pra, po. Dramatikisht po. Ja, ka ullë kokën, profesori. Tani, duhet të ndalem në një element shumë të rëndësishëm. Kur zotërin hajdut ishin në burg për koncesionin e sterilizimit. Kryeministri gjenial i Shqipërisë, Zoti Rama, shkon në spitalin Shefqet në Droqi. Mbledh mjekët bluzat e bardha dhe del edhe thot që ka qenë gjeniale pavarësisht hajdutëve që janë në burg. Projekti i sterilizimit. Sigurisht është i mirë. Jo, tani e ka hequr apo jo? Një minut, po është hequr po. Atëherë pas ka qenë gjeniale. Një minut, po sigurisht po. Po. Dhe ka i problem, kush është faji kolegëve tanë dashur? Sfolën. Mos
rriatu në krahtati zotërisë, sepse qytetari shef bluzën e bardhë, aty Besnikun, Pirron, Dianën, Mozën, dhe thot, okej, ore, këta njerëzi që... Po, Besnik, jeni pajtu me sistemin. Absolutisht po. Jeni pajtu me sistemin, pranojni fajin që keni. Jeni të nderuar, të respektuar, një respekt i jashtëzakonshëm për doktorët. Mos më ushtra presidenti e presidenti. Më lërë ta mbaroj logjikën. Ornela, gjithë shoqëria... Por jeni pajtuar me sistemin. Gjithë shoqëria është dakorduar. Jo, nuk jam dakord me, domethënë, nuk... Po, shkoni në për këto takime, duar trokisni, jeni fasad, edhe me bluzat bardha bëjni fasad, pranojni këtë realitet më. Është logjik shumë e rëndësishme. Sigurisht që unë do ma e theksin aty sa do të bësh presion. Me një korrik, kryeministri i Shqipërisë, me temperaturën 40 gradë, mbledh të gjithë mjekët e QSUT-s në një shfaqje banale, në obor të QSUT-s, duke bë propagandë boshe, që ta vërteton propagandën pastaj i fikja dritave. Pse shkua aty? Sigurisht është fatalisht. Pse shkua aty? Jam duke kritiku kolegë, po me lërë. Dhe shkojnë e rreshtohen aty. E di çfarë ka ndodhur atë ditë? Kanë qenë në kolaps gjitha shërbimet. Po, pa shërbim. Atë ditë, një familjar im, shumë i afërt, kishte ditën për të operuar. Me gjithë influencën time mes kolegëve është të operuar i pari pacient në orën 1:30. Se duhet i këtë rama. Pra janë ndërprej operacionet, janë ndërprej shërbimet. A ju jap të drejt kolegëve të mi që janë rreshtuar aty në pikë diellit duke dëgjuar atë propagandë, e ka pikas kryeministri. Dëgjoj, ti njeh edhe shumë kolegë të tjerë. E ka pikas kryeministri. Ti njeh edhe shumë kolegë të tjerë që nuk janë rreshtuar atje. Ke shumë të tjerë. Shumë po, ato numërojnë me gishtat e një dorë. Ka një problem. Të kujtohet ti si e gocë zgjuar dhe je me memorie të mirë dhe më pëlqen. Është ai filmi i bukur i Vdekja Kalit. Thot Vangeli, thot, unë nuk fola dhe po dalë në pension. Ky foli dhe është në burg. Ili Real kja foli. Petrit Vargu foli. Diana ka foli. Pagun fatura, edhe me vajzat e vetake. Besniku foli, pagun fatura. Piroja Flek, pagun fatura. Po ty shkanar fatura dhe falë, sigurisht. Po sigurisht. Se cili mos me një formë i paguar. Vin faturat në familjet, vin faturat në profesion, të largojnë, nuk të lënë. Të kthemi të Doktor Pirro, se është me i ru në mendësi, por me mosh biologjike e njef sistemin komunist. E dini ju zoni ndëruar dhe të dinë qytetarë shqiptarë, në vitet 60, 70, 80, 90, 2000, nuk kishte drejtore minister që i qonte shefit kirurgjis, infermierin e salës. E zgjidhte shefi shërbimit, e zgjidhte mjeku, kishte dinitet mjeku. Partia komuniste, partia punës, bënte direktivat e veta, por mjeku ishte fuqi plot në... Ore, qa po ndodh me drejtorët e QSUT-s tani? Me falë, ore, ama se monopolizove gjithë bisedën tani? Na ke munguar, vërtet, po? O zoni ndëruar, i shkon shefit kirurgjis, instrumentistja salës nga portali patronazhis, është e tmerrshme, unë jam kirurg, duhet me ndjeki... Se si thot ai dil për jashta? Po se s'ka... Si quhet kjo në Po nuk ka nikur dritat nga... Po se s'ka së në shqitur, pra. Se ka grun dekane, se ka vlajnë këtu, se ka vëndrin këtu, se ka drejtorin këtu, se ka drejtorin aty, është kap fakulteti mjekësisë, është kap qendra spitalore universitare, ka gjithçka sepse ne shitemi. Po pse po shiteni, pse shiteni? Po se shiten, pra? Pse shiteni, mor zotrin? Po se t'ka kap sistemi. Se ka 20 vjet ju them mjekëve të QSUT-s, po pse më relejoni këtë situatë, jo vetëm për këto, po janë komod më e trashëgojnë karrigen. Po se duan nuk është ashtu, trashëgojnë më karrigen, është një post që trashëgojnë. Janë larguar 40% e bluzave të bardha nga Shqipëria. Janë larguar 40% shumë të fuqishëm. Janë larguar 40% e bluzave të bardha. Kanë për tavolina të rumbullakta dhe gjithmonë kanë bërë lepe peqe dhe kanë ngritur dorën, okay. Ndërkohë që në të gjithë se ka djalin, ka vajzën, ka nusën. Ka pra qeveria korruptuar, se kap sistemin. Të kap sistemin. Po do jetë fëmia e vetë, do jetë kushërimisht. Jemi duke thënë vetëm gjë, unë nuk jam dakord. Cili ka detyruar Rama këta, jo, e bëjnë vetë. Cili sistem ka mbetur pa u kapur? Nuk i ka detyruar Rama, e bëjnë vetë. Nuk besoj se i ka detyruar Rama. Po sigurisht të detyron. Jo. Po sigurisht të detyron. E bëjnë vetë. Unë kam përshtypjen se ne shqiptarët jemi servil prej natyre. E kemi çik këtë. Ne jemi të vuajtur prej natyre. Jo, jemi qik servil prej natyre. Dhe ka shumë pak nga ata që dalin ball jetës dhe thonë who cares për ju. Ornel, është një shprehje, një majstori që e përmend shpesh për të shpjeguar këtë lloj tipologjie të popullit shqiptar. Thesi bosh nuk rri dot në këmbë. Pra ne jemi popull i vuajtur. Ne jemi popull që kemi nevojë edhe atë vendin e punës. Një sekond lutem ta çoj. Mjekët janë figurat më të lartëruara, le më të pasur njëherë. Po janë figura që si afrohesh do. Ti qa ke bërë për kapjen e gazetarisë?
Unë qa kam bërë? Kam bërë fjallën time Komplet deri në gazetarinë e fund. ketë kapur. Ti fjallën unde, ku i ke Firza Monikën se kam lëshuar akoma. Ku të lëshoj unë Firza Monikën, unë përpishe me sa forca që kam. Ornel, ka gjithmonë, Jo ju dy personalisht, po e para shkap media. Pa tani ma do t'ja kaloni topin media. Flasin për mjegët. Më falë. Flasin për mjegët. Detyra juaj është shumë e shejtë. Keni betimin e Hipokratit. Ornela, më Ju po më ktheni mua atë po thoja, nuk jam dakord me kolegët e mi që nuk reagojnë, se reagojnë Besniku, reagojnë Diana, reagojnë Pirro. Ornel, këtu nuk është problemi atja lëm medias, atja lëm shëndetësisë. Këtu është kapur shëndetësia, këtu është kapur media, këtu është kapur arsimi. Po, kështu justifikojmë gjithmonë. Po në i zgjidhje, do gjejmë ne? Se është kapur, është kapur. Okej, cila është zgjidhja? Cila është zgjidhje? Po ja, qa zgjidhje? Ja, e tha shëmbullin. E tha shëmbullin Besniku, shumë mirë. Ja. Po ja, po, që qke me atë punë? Po të dalin mjekët djertë, të punojnë privat, se ja dalin shumë më mirë, dhe në qofë se sistemi është i shkërmoqur, le ta lënë të shkërmoqur. Po kanë dalur, pra është i shkërmoqur, kanë dalin, unë thash kanë ik 20% e bluzave të bardha. I shkërmoqur dhe i kapur paralel, si kundër medjen e ke shumë jo profesionale dhe të kapur, si kundër arsimin e ke jo profesionale dhe të kapur. Pra, jo dakor kanë halka. Një sekund, sa pra të dhe krimi është dobut këtu. Edhe kriminellet janë dobëtor, janë budalejnë, s'dim qa shkruaj në celular. Jo, pra të punë... Profesor, ata të kapur janë, ato duket pak e çuditshme kjo. Ky ndryshimi drejtorëve të QSU-t-s ty, do më thonë... Ornela, shoqëria shqiptare nuk mund të trajtohet me ishuj. Ishuj lë i kësaj. Shoqëria shqiptare është një. Shoqëria shqiptare është një. Nga kjo shoqëri dalin dhe profesionistët. Profesionistët janë të formuar në profesionin e tyre. Po tipologjia qytetare është... Nuk jam dakord me një gjë, sepse unë them që edhe stafin ban përgjegjësi. Sepse nuk duhet të pranoj të punojnë ato kushte. Nuk tham të kundërtën. Unë kam një qendër të vockël dhe merdi dje për të ushtruar një person që unë nuk ja plotësoja kushtet. Nuk e mora përsipër. Dhe mjekët unë nuk e di se si personale, ne po flasim për sistemin. Më falë, në ato lutem. Pse nuk I dëgjoni ato inxhinierët e drejton atë qendër, të lutem? Kush e drejton atë qendër? Tu e qendër? ka përgjegjësinë drejtoria e ekipit teknik, nuk e ka drejtori mjekësor. Jo, e kam tjetër. Tu e ka drejtori teknik. Moza, ne qiremi për sistemet shëndetësore, ne qiremi pse nuk reagojnë mjekët, farmacistët, infermierët në një kohë që pse nuk lutem, pse nuk drejtohet. Kam reaguar, unë I kam çu ministrit mesazh, kam thënë s'kam doreza nuk të punoj. Më erdhën dorezat për 5 minuta. Më fal, të gjithë duhet të reagojnë, nuk të punojnë. Jemi duhet të reagojnë. Mjekët nuk kanë reaguar. Njerëzit po pranojnë të punojnë në kushte makabre. Jo, unë jam kryeinfermiere. Kam parë vende pafund të botës se si punojnë. Se si njerëzit mbajnë përgjegjësi, se si trajnohen infermierët në rast të ikën energjia elektrike, se si duhet këtë protokollit të veçantë të emergjencës, se si duhet të kontrollohet çdo një muaj apo çdo 24 orë. Ishte një infermiere në sallën e operacionit në një spital të Francës dhe unë nuk po e kuptoja çfarë bënte. Erioni ajo vetëm rinte me një laps dhe me një letër dhe numëronte vetëm tuferat e pambukut që futeshin dhe nxirrin nga barku I pacientit. Dhe thash çfarë po bën kjo? Për këtë e me rogën kjo të mërshme. Ja pra se kjo është siguria e pacientit. Dhe ne gjën e parë që duhet kemi sigurinë e pacientit. Gjën e dytë që duhet kemi sigurinë e personelit. Po punon personeli në kushte të mërshme. Moza, si profesionisti është shumë I vogël për ta zgjidhur. Po janë kush është mësoj e zgjidhje. Çfarë do të thonë? Unë kam bindje se nëse mjekët bashkohen njerë të vetme dhe të thonë që ne nuk punojmë një me këto kushte, dy me këtë lloj sistemi, unë kam përshtypjen se gjërat ndryshojnë. Nuk është rrugë më e shkurtër që media të lutem. Jo, Besnik, nuk ndryshon. Po mos na e kthe nga media tani tani. Kur të duash hajde bëjmë debat me median. Shumë dakord. Kur të duash. Nuk është më kollaj. Lutem. Ornela, lutem, a nuk do ishte më e ndershme që media që I drejtohet mjekut në këtë formë, ti drejtohet Ministrisë së Shëndetësisë. Atje fillon dhe atje mbaron historia. A dha dorëheqje ministria? Ishte pyetja ime një pyetje ju keni ditën në media. A ju ka ardhur ndonjë përfaqësues I Ministrisë së Shëndetësisë, qendër spitalore universitare, barnave, fondit sigurimeve, se kanë fuqi të përballen. Jo, ti si gazetare, pse se ke këtu përfaqësues? Po ti ke detyrë që t'japin llogari, Nuk erdhi. Po nuk the. Nuk erdhi. Po pse thua tani që ta kërkuam ne? Ua,
Atë e dini që para se të vini ju, se ndryshe s'do kishit ardhur vetëm ju. E ke për transparencë, e ke detyrim për transparencë, tu ashe kërkova, po e them live, jemi live në ABC dhe po e them, nuk erdhi përfaqësuesi, nuk erdhi. Asi e kërkoj përfaqësuesi profesionist. Uj 2 ditë në qendrën time, u bë hataja, mendon në mes të verës. E kam ngritur zërin aty ku s'mban më dhe kam thënë do mbani përgjithësi. Erdhi ujti për gjysmore. Po sepse ja ç'a do të reagosh. Jo vetëm tek ç'a do të reagosh. Ju I vini rrotull dhe bëni sikur se po ju aty në gjana ke një orë që merresh me ne. Po çfarë po merrem me jemi në fajtor tani kalon. Jo, jeni ju fajtorë. Absolutisht. E para jeni të renditur zyrtarisht në nivel botëror pushteti 4. E para. Po shumë mirë. Pra jeni pushtet. Po. Sepse bëni lavazh trurit njerëzve. Jo, nuk e bëjmë lavazh. Jo, por besnik e kam te kjo që si bie do të gomarit, I bie samarit. E dyta, kemi rastin që kur ka qenë kampionati botëror, që mori pjesë Korea e Veriut, që fitoi të gjitha ndeshjet. Nuk e kaloi grupin dhe doli gjithë Korea festoi, se I kishte thënë media kemi fituar kampionatin botëror. Kemi dalë në finale me Brazilin dhe kemi fituar. Pra është fakt. Problemi është. Besnik të lutem stop. e kam një. Profesor, ti si e gjykon çështjen e medias tani? Jo, se kemi gjyqin me media, nuk e kemi atë, nuk tham atë. Ka fol tani e ka dhe zgjidhjet për më tepër. Nuk e tham atë, mos da... Erion, nuk është se mungoj ju Tani zgjidhje. bëni gati vënçen. Jo, pritu se kemi po. Nuk mungoj ju Shikoj zgjidhje. problemin. S'ka fol profesori fare. Është vërtet që Profesor, të lutem fal. Unë Diana, nuk I ram media, nuk I ram media. Mos na Jo, Ornela e kuptore dhe derisa të duash, po sa kohë ne nuk medias Ornelës vetëm. Jo, unë dua të diskutoj vetëm për dritat. Nuk dua të diskutoj as për mediat as për gjë. Jo për dritat, jo. Do diskutojmë për dritat, tani këtu do diskutojmë. Po dritat do diskutojmë për gotën. Nuk diskutojmë. Profesor, bjeri gomari tani lere Samarin. Ja ti bjeri profesori. Po mungojnë serumet. O moza, ja ti bjeri gomari direkt tani. Ti le ta lëm Samarin. Shiko, një nga dështime që ka pasur kjo parti, ose kjo majorancë për disa vite është shëndetësia. Ka pasur një paradoks të madh, ka ndërtuar llaçe tulla, ka bërë ndërtime, ka rregulluar disa, por problemi kryesor ka qëndruar keq menaxhimi spitalor. Edhe në përgjithësi keq menaxhimi I shërbimeve qendrore shëndetësore. E dyta është dështimi, dytë është te problemi I fondit të sigurimeve shëndetësore, sepse në gjithë botën siguracionet shëndetësore mbulojnë një pjesë të mirë të harxheve dhe të kujdesit shëndetësor ndaj pacientit. Tek spitalet ato kanë hyrë vetëm ke ekzaminimet, madje vetëm ekzaminime, se përpara kishin edhe laboratorin. Dhe po ta shikosh në 2024, 2023-2024, ata kanë harxhuar rreth 10% të buxhetit të spitaleve vetëm për laboratorin. Në një kohë që bota e ka 3.8%. Buxhetin laboratorit. Mua është një keq menaxhim I të gjithë strukturës, po flas një në QSUT, nuk po dal më tej, si një ish pjesëmarrës ose një ish e personeli administratës QSUT-s, do me thënë shikoja një anarshi, njerëz jo të profesionit që shkonin dhe kapnin postet aty, për shembull mbar një rast ku për vlerësimin e cilësisë së kujdesit infermier ishte një jurist. Dhe kur unë shkoj si në nivelin e një kryeинfermieres përgjithshme, dhe shkoj dhe I them do bashkëpunoj me të, sepse unë kisha studiuar diku pikërisht për këtë, thamë unë kam marrë këtu ku marrë veshën një gosë nga to që thonë ju. Jurist pa shkollë të mesme? Ska qenë që periode ka pas shkollën shkollë mesme, I ka marrë diplomë dhe e di që kam shku dhe e kam ngritë zërin fort dhe kam thënë çdo ai për kujdesin infermier. Unë them nuk ka hierarki, nuk ka do me thënë që të punojnë të gjithë njerëzit në punët e tyre, në detyrat e tyre. Meritokraci pra. Po pikërisht. Meritokraci në hierarki. Infermierët kanë dalë jashtë loje komplet, që janë administratore e të gjitha shërbimeve të çdo sektori shëndetësor. Sepse mjekët janë për problemet akademike, infermierët janë për problemet administrative. Pikërisht atë para po them, është një keq menaxhim që unë është I frikshëm dua të them. Do me thënë njerëz që s'kan lidhje me shëndetësisht po drejtojnë. Njerëz që s'kan lidhje fare me problemet me shëndetin. Nuk është se s'kan lidhje me shëndetësin tash. Po tani unë po flas një në terren, unë po flas në terren. Erioni ta ka adresuar komplet drejtimin e kësaj. Tash unë diskutova për tufera, se si rinte një personel, merrte gjitha drogë vetëm që kontrollonte tufera. Të tjera mangësi kishte që t'ja kalojnë Dianës. Nuk është çështje ministri. Dhe kjo ministria e dashur, shumë shkencore,
me një CV pa deklaruar pastër që t'jemi sinqerë. Po flet si Berisha tani. Por no problema, jo. Firmat e pare ka quar të privati që lekt e para që ka firmos në Shqipëri. Shkoni se një gazetar dhe ka detyrë ligjore, ju të bëni transparencë ndaj publikut dhe institucionet të japin llogari, kanë shkuar për institucione shëndetësore private, që është një dramë në vetvete, se është totalisht jashtë kontrollit, me cilësi, me çmime, me menaxhim, me organizim. Si po thua, nuk ja ka quar shtetit, ja ka quar privatet. Po sigurisht. Spitaleve private. Sigurisht. Por ka një problem. Cili do minister në botë, nëse nuk i jepet mundësia të ndryshoj sistemin e organizimit sistemit, nuk bën asgjë leti shkencëtari më i madh i botës. Nuk është çështje shkencëtari është në laborator, shkencëtari është në kërkim shkencor. Janë një fjalë, po ja se nuk të lëj. Nuk të lëj. Vetëm ti po ja morë. Ka 0 lek prej 2013-s. Që kur është themeluar me bashkëpunimin e rusëve dhe me mjek të specializuar në Rusi, se doktor Piro i di mirë, se është një nga njerëzit që ka është brez më i lartë se ne i di historikun e zhvillimit që sudet. Janë akoma standardet e viteve 80. Që kur është themeluar me pedagog rus, me laborator rus, e me mjek të specializuar në Rusi në kohën e komunizmit, deri më sot, është vetëm nga 2013 është me 0 lek. Edhe në kohë të PD-s ka pas shumë pak lek për kërkimin shkencor. Diana, është me 0 lek për kërkimin shkencor. Diana, do shkojmë në Vënçë. Po pra Vënçë. Po kapim 3 mandate. U bë ndërhyrje në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Reaguan profesionistët. Qëndrimi ishte, flisni ju se ne vazhdojmë punën tonë. Dolën problemet që dolën. Pra, folën profesionistët. Nuk u thirrën asnjëherë për të dëgjuar se si duhen zgjidhur. Ndodhen gjithë ato që paralajmëruan profesionistët. Më fal. U bë ndërhyrja në farmacinë spitalore që duhet të ishte shërbim spitalor, që realisht është vetëm një magazinë spitalore. Vazhduan punën e tyre, ndonse profesionistët thonin nuk është kjo forma, nuk duhet kështu. U ndërtua godina e re e QSUT-s. Nuk u pyet asnjë profesionist, po nuk u mor asnjë ekip konceptues i cili merrej qoftë me hotelerinë e spitalit, qoftë me organizimin e ambienteve të spitalit. Ndonse profesionistët thonin nuk na plotësohen standardet që duhen në këtë formë. Dhe çfarë, më fal, jo mbroj sa duash profesor. Kur vu generatori pyetën njëri? Prit pra një sekond. Çfarë do të thotë që në këtë vend profesionist ka? Profesionist që reagojnë ka, s'ka vesh për të dëgjuar zërin e tyre. Pra ndaj këta profesionist, moni bëni tabel, më falë të lutem, mos i bëni tabel qitje, të lutem, jo ka thash, nuk thash, unë thash ka, po s'ka politik që ta dëgjoj, sepse këto janë politik bërje, nuk janë profesionist bërje, dhe ne çfarë bëjmë, më falë Erion, se di që ke minutazhin, çfarë bëjmë ne? Si bijem do të gomarit, hajti bijem samarit, nuk i bijem do të atyre që bëjnë politikat dhe kanë buxhetin që duhet investuar në të mirë të komunitetit, dhe kujt i bijem ati profesionistit që, siç po e thot dhe Moza, sakrifikon të pranoj të rinë ato kushte. Dhe pse? Sepse është lehtësisht i cënushëm. Dhe çfarë bën shteti ynë? Godet paralel dhe nxeh turmën, se shumë kollaj të nxesh turmën, dhe shteti përfiton shumë nga kjo nxehje turme, sepse ai mlef nuk vete shteti pushteti, sepse ai mlef nuk vete të godasi ata që duhet të marrin shkelmat, po vete dhe shkelmat i ha ai më i dopti dhe shpëtojnë të tërë. Profesor, të lutem. Se the që kam një gjë kundër. Jo, se më kujtua ajo. Qiko, ka bërë dhe punë mirë, po bëj një hotel për brenda spitalit. Po si s'po e thot, si se përmend Ja, e thot për djalën profesor Piro. Jo, profesor Piro, më fal vetëm një sekond. Prap me ju të media se kam. O, zoti madh. Ore, si nuk patët një pikë pyetje. Ne nuk kemi kapacitete spitalore, të lutem. Edhe mrekullueshme do t'i bini juve. Jo, të lutem. Një pyetje kam për ju të medias. Në një kohë që ne po e evidentojmë që kemi shtretër të pamjaftueshëm në QSUT, si ishte mundur që
e keni mbyllur gojën dhe nuk keni një pyetje, një pikë pyetje. Jemi aksioner të hoteli. Po, profi. Kjo pra është. Dy gjëra që janë që... Po, se më pëlqeu ajo. Gjërat mira që janë bërë, po. Jo, Po, një gjë mirë që u bën edhe poshtë. Do ketë parkim, ore, e kupton, do ketë parkim më në fund. Do ketë hotel brenda spitalit. probleme. Keq menaxhimi dihet që... Po qa do jetë cool kjo hoteli, si do jetë? Do jetë cool, në mënyrë me qëllim jo, cool e lartë, jo cool. Kjo është gjitha jo ideja. Kjo finalja. Finalja. Por ka dhe disa gjërat mira. Për shembull, po bëhet një hotel për të mbajtur familjarët e paciente që do jenë të shtruar edhe kur të mund të flenë aty. Spitali mund të flenë aty. Gjithë botën tani çfarë? Po më mirë kishte ilaç onkologjiku. E dyta. Në cilin vend botës e ke brenda tokës spitalit hotelin. E dyta. E është rasti në burg. Ka publiket, po ka. Ka, për të pasur kemi stadiumin me kultur. Ka ata i trajtojnë dhe në ato spital. Edhe kur kemi kohë, jemi në vend. Është problemi parave. E dytë, e fundit është kjo. Këtu ka i problem madh. Që SOT-ja dhe me fjalë spitalit me fjalë i traumës dhe ajo që është aty sipër në spitali i pulmonar, ka një gjë që këtu vinë gjithë Shqipëria. Po, e kemi bërë këto, e kemi thënë këto. Tani nuk më dha njëri përgjigje pyetjes time. Se nuk po i zë vend karrigja njeriu aty ke QSUT-ja. Ta mbaroj pak se kam problemin te kjo tjetra. Problemi është ke spitalet rajonale. Nuk është problemi që këtu po vinë shumë veta. Problemi se spitalet rajonale nuk punojnë. Po, e kemi thënë të. E kemi thënë në Bardhazi, sezon e kaluar për mësor. Pacientët, me fjalë të gjithë pacientët me fjalë sidomos të shtunave djelave i ke këtu. Edhe gjithë janë mbledhur sepse shteti nuk ka rregulluar diçka tjetër. Nuk ka rregulluar atë që ka rregulluar gjithë bota kapitaliste. Gjithmonë bashkitë kanë një buxhet veçantë për të marrë mjekët më të mirë, kirurgët më të mirë, kardiologët më të mirë, që ta aktivizojnë. Tani, pyetja e fundit ishte kjo, si do ma japi përgjigje, të lutem dhe kalojmë në mesazh. Diana, s'ka debat më. Shëndetësia, të lutem, shëndetësia nuk trajtohet me ishuj. Se kjo është, aktualisht trajtohet me ishull. Praktikisht është sepse këtu është faj dhe veti mjekëve. Përgjigjen kush do ma japi, pse nuk po zë vend drejtorin QSUT? Ik njëri, hajde tjetër, hajde iki. është politike, ndërhyrë politike. Apo është nëjë tender që s'pranon njëri ta firmosin? Ka ca firmosin dhe shpesh herë, po nuk i shërbeve në mënyrë ekselente privati. Fillove ti tashti. Po mirë, Ornila, pse na pyet ne? Një minut tani, që t'jemi të sinqert. As nga mazhëranca, as nga opozita, as i familjarit tyre nuk përfundon QSUT-e. Përfundojnë të strukturat private, nuk paguen as lek, e ju bëjnë të koncensionin rrugës tani. Edhe i tjetër që t'jemi të sinqert. Që jemi vendi vogël, ne dim çdo detaj në këtë vend. Kjo e zurin, po është... Ne kalojmë në penalti. Që kur ka qenë opozita në pushtet, megjithatë ajo nuk e bëri. U bën protokollet për kace. Edhe u tha në një nga ato 500 faqe që bën për të ardhmen e sistemit spitalor, u bë që spitalet qendrore, QSOT-ja dhe gjithë QSOT-et e tjera të menaxhohen nga një bord. Nuk komandohen vetëm nga një mjek. Shkojmë në vënqe. Moza, një fundit të shëndetësia fales. Me indikator, organizatat që masin indikatorët shëndetësor. Shqipëria futet vendi parë në Evropë me 63% që paguhen nga xhepat e qytetarëve. Është me akses në sistemin shëndetësor publik vendi më i dobët në Evropë. Mima është një respekt që a kemi bërë të tjerëve, po, Moza. Duan vetë. Unë dua që në krye të çdo sektori, në krye të çdo tavoline të jetë një profesionist i mirë, me një eksperiencë të mirë dhe që të mbaj përgjegjësi për punën që bën. Ndryshe asgjë s'ka për të funksionuar dhe e dyta unë i moshoj përsëri kësaj, janë mjekët ato që duhet të marrin vendime të forta në QSUT. Shiko, ka dhe i problem. Mesazhi është kjo. Shteti, me fjalë qeveria që është tani, qeverisja që është tani, do ta marrë seriozisht problemin e sistemit publik, i cili ka degraduar në kuptimin sepse nuk i shërben shumë pacientëve nga shkaku sepse një pjesë e mirë e parave i kanë marrë PPP-t. Është ere parë që Edi Rama ose kryeministri ka larguar PPP-n e kirurgjisë sepse fajsh dhe i mjekëve që me fjalë ranë dakord me atë që ju tha Ilir Beqja që ta bëjmë një kështu, ta bëjmë një PPP, edhe kjo ka ndodhur. Edhe ta ranë dakord. Një kohë që ishte, s'kishte nevojë fare për PPP. Po ashtu edhe për laboratorin. Nuk ka nevojë për laborator ashtu, siç e kanë bërë tani. Për mua, për sa kohë nuk do ketë prioritet jeta e njeriut në Shqipëri, tek qeveria që e përfaqëson popullin shqiptar,
ne do rrim dhe thjesht do numërojmë historitë e radhës. Ne do kemi ndryshim të situatës në momentin kur qëllimet e qeverisë të përputhen me interesat e qytetarëve, e cila do ndodhi vetëm në qoftë se do jepet shembull ndryshimi. Me vaj. Me çfarë tjetë? Qeveria, Po. e zgjedhur nga populli, duhet financojmë më mirë shëndetësinë. Se përsëri jemi vendi më pak i financuar në Evropë, në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Duhet ta mirë menaxhojë atë. Qytetarët duhet kërkojnë shërbim shëndetësor publik si gjithë bota. Akoma me shëndetësi falas. Më falë, profesionistët, nuk jam të thonë shëndetësi falas, profesionistët duhet të reagojnë për kushtet e punës dhe për drejtat dhe dignitetin e tyre. Nuk mund të futet në sallën e kirurgjisë, kryekirurgu, me një infermiere patronazhiste që ka bë fushat për ogertën. Dhe a i thot Klemen, Bisturin, a i thot Ogerta, kandidon për bashkinë. Dramet të mërshme. Erion Kristo, mbyllë. Atëherë, duke falënderuar miqtë mrekullueshëm. Po e lëm për radhës tjetër. Po, miqtë mrekullueshëm të studios tonë, të cilët janë duke thënë mendimin e tyre në media dhe pasi e kanë sharë media, dua të them që për të pasur shëndet të mirë, ka një mundësi tjetër që nuk varet nga shteti. Po ne kritikuam, nuk e sham. Të ludem, ujë lajthiza, të ludem nuk e sham, nuk e sham. Bëjmë ju gëzuar me ujë lajthiza, sepse ujë lajthiza është vetë shëndet dhe ju ndihmon të keni shëndet të mirë. Pra kjo është këshilla. Edhe këtë e kanë kritikuar. Vëndja që mund t'japim. Mos në nefrologji që unë jam nefrolog, duhet pim sa më shumë ujë. Po, sa më shumë ujë. Shkojmë në publicitet dhe takojmë me njerë këtu pas publicitetit në ndeshjen Bardhazi.